muaj jetë kohë. Por nëse ti thot ndryshon mënyrën e jetesës, do marrësh këto lloj ushqime të cilën ka kosto më të lartë, probabiliteti që ti jetosh më gjatë është më i lartë. Çfarë do bësh? Do i gjesh mënyrën që ti blesh këto gjëra? Do i gjesh apo s'do i gjesh? Varet sa e madhe është dilema në jetë. Do i gjesh apo s'do i gjesh që ti jetosh? Po ka shumë njerëz se cilët për shembull me që përmendet cigaren apo një lifestyle të caktuar që ata e kanë ndërtuar në bazë të disa kriterëve të jetës së tyre apo momenteve. Për mua nuk e kanë ndryshuar, nuk e kanë lënë për shembull cigaren edhe sepse nuk e duan veten e tyre. Për mua shumë e thjeshtë, domethënë, është një njeri domethënë që unë them, nëse unë di që ky alkooli mua më shkatron qelizat e mira dhe më ndez qelizat kancerogjene dhe vazhdoj e marrë, do të thotë se si veprojmë. Po pikërisht tani po vjen viti i ri tani lërini këto, lërini diskutimet deri viti 2020. Po prapë tek baklavaja. Ti ju thoni jepni. Ore papa gjysh më grinda vetë dhe më helti nuk kemi parë tani. Unë duhet të them kaq. Na e bën gjithë këtë se s'do të hamë. Festa është 365 ditë, nuk është 31 dhjetor. Po. Pra, nëse ore Kloti, po qa keme goca ti i fusi nga i Muzharo, ka dal Muzharo në mod. Nuk e di qa është Muzharo fare. Ja ku e ke super farmacistën ti thot edhe qa efekte shka Muzharo. Nga 1 janari 2025 deri më sot, unë dhe ne këtu jemi njerëz me fat dhe të privilegjuar që jetuam. Se qëfar u realizua, qëfar nuk u realizua, shkoj. A kupton? Tani, shkoj pak e penaltit. Me 31 dhjetor, unë di që tavolina mund t'jetë plot, por askush nuk më detyron që këtë stomaku që kam kaq ta mbush kaq. Mund do ha dhe nesër dhe pas nesër nëse do zgjohem. Bravo. Kaq. Ja, kjo është një këshill e moshur Valbona.